Ishte valsi hynor, himni kushtuar Nën Terezës, i cili bëri hapjen dhe ishte parapris i gjithë koncertit madhështor zhvilluar në Vatikan. Jam këtu me ambasadoren e muzikës lirike shqiptare, një personalitet me cilin shqiptarët krenohen kudo në botë. Inva Mula, faleminderit që pranuat ftesën për që në emision. Faleminderit ju dhe ju uroj suksese në këtë emision të ri. Faleminderit, një augur i mbar. Koncerti i shenjtërimit të Nën Terezës ishte një eveniment të rëndësishëm. Si e pritët ftesën? Në fakt ishte, do të thoja, jo një ftesë kështu e papritur, ishte diçka që ne e prisnim, pasi ky aktivitet kishte filluar një vit më parë me krijimin e himnit të Nën Terezës. Do thoya që ka pasur një idea, ka pasur një evolucion shumë të bukur, shumë të natyrshëm, dhe ne kemi krijuar himnin përpara se të dinim që do ishte zyrtare jo vetëm pjesa e koncertit, po shenjtërimi i Nën Terezës në Vatikan. Më thënë, himni kishte paraprirë gjithë këtë ngjarje kaq të bukur dhe arriti në kulminacionin e shenjtërimit të Nën Terezës dhe me lejen që na u dha për të bërë koncertin pikërisht në një nga bazilikat kryesore të Vatikanit. So bring him incense, gold and myrrh. Plejada e ndritur e artistëve shqiptar ishte e veçanta e këtij eventi, duke i dhënë prioritet nga të gjithë angazhimet e tyre. Ajo që ishte shumë e veçantë, do thoya, ishte një plejadë e ndritur e artistëve shqiptar. Nuk është kollaj, do thoya, kjo mund të jetë edhe historike dhe do ngelet e tillë, pasi ne dim që të gjithë artistët kanë aktivitet, janë gjithkohës nën kontrata, shumë e vështirë që ti të lërohesh në një datë të vetme, po jo vetëm ti, po shumë artistë në të njëjtën kohë. Dhe mendoj që secili nga ne i la punën duke i dhënë prioritet këtij aktiviteti. Ajo që mua më ka bërë, më thënë, të ndjem shumë mirë, do thoya gjithë ato ditë që ne qëndruam në Rom, ishte pikërisht që një personazh kaq i dashur për ne, siç është figura e madhe e Nën Terezës, pikërisht ai respekt që ne të gjithë kemi për Nën Terezën, i bëri më në fund shqiptarët të gjithë bashkë. Po të qëndrojmë pak te plejada e artistëve. Si u duk bashkëpunimi me këto artistë? Po, bashkëpunimi në radhë parë, unë do thoj bashkëpunimi i mingusht ka qenë midis Genç Tukiçi dhe Bujar Llapaj. Pasi historia e himnit është një histori shumë e bukur, e cila filloi nga një ide e fare e thjesht, e një, do thoya, këngë të shkruar nga kompozitori kosovar Lorenz Santoni mbi vargjet e Nën Terezës. Do thoya, nuk ishin vargje të një poezie, po ishte një letër që Nën Tereza kishte shkruar për nënën e saj. Për gjithë rrugtimin e saj, kur ajo len shtëpinë dhe fillon për herë të parë të mendoj që rruga e saj ishte ajo rrugë që ajo do të dedikohej njerëzve të varfër. Dhe kjo letër kaq e bukur, kaq e thjeshtë që i dedikohej dhe i kushtohej nënës dhe rrugtimit të saj, vite më parë u muzikua nga kompozitori Lorenz Santoni, i cili ishte edhe bashkëfamiljar i Nën Terezës. Mirë, po nuk mjaftonte. Kjo këngë ishte shkruar në formën e një korale dhe ne nuk mund të shkonim më shumë me këtë këngë, pasi kishte limitet e saj për kohën që ishte shkruar dhe për idenë që kishte pasur Lorenz Santoni për të bërë një korale me këtë këngë. Do e bërë një ripunim? Absolutisht, ne duke i marrë leje familjarëve të kompozitorit ndjer Lorenz Santoni, arritëm që domethënë të krijonim mbi këtë frymëzim të Lorenz Santoni, të krijonim një këngë himn, do thoya. Kur themi himn, nuk ishte ideja për të bërë diçka me pompozitet, po pikërisht edhe ishte shumë e vështirë, se duhet të krijoje në të njëjtën kohë thjeshtësinë, të gjeje thjeshtësinë e Nën Terezës dhe madhështinë e emrit të saj. Dhe do thoya, genialiteti i Genç Tukiçit ishte pikërisht të arrinte të gërshetonte këto dy elementë që ne i shikojmë ke figura Nën Terezës, duke pasur dhe një përgjegjësi shumë të madhe, se është një përgjegjësi shumë e madhe që ty të besohet të krijosh
diçka e cila do ngelet në histori pikërisht në atë datë të shënuar të shenjtërimit të Nën Terezës. Nga praktikisht ke performuar në sala operistike më të rëndësishme në botë, por si ishte të performoje pikërisht në Selin e Shenjtë në Vatikan dhe mbi të gjitha para shenjtërisë së tij? Në fakt koncerti u zhvillua në një nga bazilikat kryesore ku Papa jep mesha, do të thënë quhet Bazilika Papale. Një nga bazilika, do thë 4 bazilikat e Romës më të rëndësishme të Vatikanit dhe vetëm të futeshe në bazilik, do të thënë ndjeje një peshë të madhe të historisë, ndjeje një peshë të madhe të artit, ashtu siç është gjithë vetë Vatikani, ku është një muze i hapur dhe vërtet, do të thënë të mposhtë, kur ti futesh të mposhtë pikërisht me peshën e historisë dhe të artit që ka brenda. Po kjo bazilik, do thoja, është një vepër, është një kryevepër e cila vizitohet nga shumë turist nga gjithë bota dhe ishte shumë bukur se gjatë provave që ne zhvillonim kishte vazhdimisht njerëz që hynin, po hynin, do të thënë, do thoja me grupe të mëdha njerëzish dhe ne vazhdonim provat. Dhe do thoja që ishte edhe provat bënin pjesë në këtë performancë që ishin pikërisht to pelegrin që kishin ardhur për të nesërmen në ditën e shenjtërimit, që futeshin dhe dëgjonin muzikë që i kushtohet Nën Terezës. Inva Mula ishte e ftuara e nderit në inaugurimin e hapjes së një teatri më të ri në Dubai, teatër që për të simbolizon një ngjarje të vërtetë, e cila kishte emocion dhe nuk mund të shlyhej lehtë nga memoria e saj, sepse për të ai ishte jo vetëm një teatër operistik, por multifunksional. Shumë pak ditë para koncertit të shenjtërimit të Nën Terezës, u bë hapja e teatrit të operas së Dubait, teatri operas më i ri në botë, mund të themi. Dhe ku ju ishte e ftuara e nderit e tenorit Placido Domingo. Si e përjetuat gjithë këto? Surprizë bukur. Në fakt, vërtet për mua ishte vërtet një surprizë shumë e bukur, pasi do të them të jesh pjesë e inaugurimit të një teatri të ri, është një ngjarje në karrierë, është një ngjarje për gjithë artëdashësit, dhe do thoja sot të inaugurohet një teatër i ri në botë për të gjithë artistët është eveniment. Por të inaugurohet një teatër pikërisht në qytetin më modern, do thoya, shtet më modern, i cili ka kaluar edhe atë imagjinatën, fantazinë e çdo njeriu kur shkon në Dubai befasohet. Dhe sot pikërisht në downtown të Dubait, atje ku është shkulla më e lartë në botë, hapet një teatër i ri. Mund të imagjinoni çfarë rëndësie ka pasur ky event, një teatër i cili u ndërtua në një kohë rekord, do të thënë një teatër multifunksional, do thua një teatër i cili nuk do jetë vetëm teatër opere, po do jetë një teatër i cili do pres të gjithë zhanret e muzikës, duke filluar nga opera si zhanër kryesor i këtij teatri, nga koncertet simfonike, nga music hall, dhe është një teatër i cili është multifunksional, ai transformohet në bazë të repertorit dhe në bazë të pjesëmarrësve që janë në skenë. Edhe mund të arrijë që ky teatër, të gjithë balkonet, të gjithë lozhat, të gjithë ato, domethënë do thoja, ato karakteristikat e një teatri klasik, ato të gjitha futen brenda dhe bëhet një sallë e madhe eventesh, një sallë e madhe, do thoja ballo, domethënë është një teatër çudi, do thoja. Kjo përsa i përket funksionit të këtij teatrit, por duke qenë se për të inauguruar këtë teatër u thirr, do thoja, mbreti i muzikës klasike, i cili është Placido Domingo, eventi ishte jashtëzakonshëm, në 4 orë u shitën të gjithë 2500 vendet e teatrit dhe publiku ishte, do thoja, me një dashuri për artistin dhe me një dëshirë të madhe për të qenë në këtë event. Dhe ajo që mua bëri përshtypje, koncerti i inaugurimit nuk ishte koncert me ftesa, me njerëz që vinë për të parë dhe për të thënë që jemi në këtë eveniment.
por koncerti u shit për Art të Dashësit dhe për këtë arsye publiku ishte jashtëzakonshëm. Invat, faleminderit për intervistën, ju uroj suksese në projektet në vazhdim. Faleminderit ju.